Sot jam në të Arës, do të takojmë kandidatin e AKI-s, i cili kandidon për komunën e të Arësës, Nazim Tajipi. Përshëndetje. Përshëndetje. Pyetjen e parë do ta filloj. Nazim Tajipi për të Arësën. Ende do të flasim për ujin në qoftë se ju e merrni verdiktin e popullit. Pas 4 viteve a do premtoni prap ujë? Mua më vjen keq se është premtuar vazhdimisht për ujë të pishëm dhe përsëri kësaj radhe po premtohet për ujë të pishëm. Dhe unë dua të ju premtoj të gjithë qytetarëve se do të jetë hera e fundit të një premtim i tillë. Unë premtoj që do të ketë ujë të pishëm 24 orë në 7 ditë të javës për çdo vendbanim. Të Arësa nuk do ta ketë më këtë problem. Dhe nëse nuk arrit të realizoj këtë premtim, unë nuk do ta sjelli punën që të rikandidoj edhe një herë për komunën e të Arësës, unë do të tërhiqem nga komuna para kohe. Jeni vetmi kandidat deri tani që e kemi intervistuar dhe që premton se nëse nuk e realizon premtimet, ai do të largohet vetë nga komuna dhe kjo është për të përgëzuar për shkak se për ndjenjën e përgjegjësisë gjithë ata të cilët marrin verdiktin e popullit duhet që ta kenë mbi të gjitha. 4 pika të cilat këto qytetarë do duhet të dëgjojnë nga kandidati i AKI-s për kryetar të komunës së të Arësës dhe e para ishte gjithsesi për të realizuar këta projekte, siç është projekti i ujëselësit, projekti i kanalizimit, e infrastrukturës, duhet që të kemi projekte të caktuara dhe fonde të siguruara. Prandaj, në kuadër të komunës ekziston zyra për projektim dhe zyra për zhvillim lokal. Dhe unë e premtoj që kjo zyrë duhet të fuqizohet. Për momentin aktualisht, domethënë në këtë zyrë punojnë vetëm një punëtor është. Si do të fuqizohet kur ka vetëm një punëtor aty brenda? Po, aty ka për momentin një punëtor dhe pikërisht këtu e shoh si problematikën kryesore. Ajo duhet të fuqizohet, duhet të investohet edhe në mjete të mjaftueshme, por edhe në resurse njerëzore. Një tim më i madh kërkohet, po si do të mbuloni harxhimet e këtij timit më të madh, sepse një ekspert që mendoni se do të vijë në zyrën për projekte dhe dihet se ato janë projekte të cilat kërkojnë ekspert që marrin rroga të kushtueshme, si do t'i mbuloni ato? Se të premtoni është shumë e lehtë, po të realizoni pastaj në praktik? Po, pikërisht, komunat si gjithandej, jo vetëm komuna e të Arësës, janë të stërngarkuara me stafin në administrat, edhe komuna jonë ka shumë të punësuar. Unë shpresoj që me ardhin në komunë do të bëj sistematizimin e të gjithë punëtorëve dhe normalisht do të fuqizojmë edhe zyrën për projektim dhe zyrën për zhvillim lokal, por duke siguruar edhe ekspertë të ndryshëm të cilët normalisht do të kompenzohen për punën e tyre. Mendoj se fushatën në komunën e të Arësës, ju si kandidat e keni fokusuar gjithë tek bujqit. Atje më shumë ju shohim, atje më shumë jeni. Pse mendoni se bujqësia është një pikë shumë e rëndësishme në komunën e të Arësës? Po, komuna e të Arësës është në Pollok, dhe Polloku në përgjithësi është vend bujqësor dhe blegtor. Prandaj mendoj se këtu duhet të japim kontributin më të madh. Ne kemi bujq këtu në komunën e të Arësës, por të cilët nuk mbështeten ashtu si duhet. Prandaj mendoj se nga bujqësia për mbijetesë duhet të kthehet në një bujqësi e zhvilluar, por kjo mund të arrihet vetëm në bashkëpunim me komunën. Dhe në këtë kuadër ne kemi vendosur që të hapim zyrën rajonale për bujqësi në kuadër të komunës dhe të japim një mbështetje edhe nga komuna që bujqit tonë të jenë sa më të informuar dhe sa më të përgatitur që të aplikojnë edhe në fondet të cilat janë të dedikuara për bujqësinë. Do të ketë njerëz të cilët do t'i mbështesin këto bujq për të aplikuar në fonde? Po, zyra rajonale e bujqësisë në kuadër të komunës është në kompetencë të Ministrisë së Bujqësisë dhe ata kanë të punësuarit e vet, por unë me ardhin time në komunë dua që kësaj të jap edhe një mbështetje nga komuna duke i siguruar edhe staf plotësues për të mbështetur bujqit në përgatitjen e dokumentacionit të tyre. Por ajo që duhet të bëjmë ne për bujqit është që në kuadër të ndërmarrjes publike komunale, e cila duhet po ashtu të fuqizohet, të jepet edhe një mbështetje duke i siguruar qasjen e rrugët deri tek fermat e tyre, duke ju pastruar kanalet e kështu me radhë. Po, pra kanë edhe probleme elementare bujqi për cilat vuajnë deri më tek projektet. Një ndër pika tjera kryesore e keni dhe fuqizimin e ndërmarrjes publike komunale, e cila tani punon me 2 punëtorë për mbimbajtjen e ujit dhe 2 punëtorë për pastrimin. Cila është platforma juaj? Po, në platformën time kam paraparë që edhe fuqizimin e ndërmarrjes publike komunale dhe mendoj se është pika më e rëndësishme për shkak se të gjitha punët nuk mund të bëhen me tenderime. Ka punë të cilat mund të i merr në kompetencë ndërmarrje publike komunale dhe unë këtë përvojë të cilën kam hasur edhe në Zvicër,
dua ta transferoj edhe këtu. Atje ndërmarrjet publike komunale janë shumë të zhvilluara dhe i bëjnë pjesën më të madhe të punëve i bën ndërmarrjet publike komunale dhe në këtë rast i duhet një mbështetje nga komuna, i duhet edhe në aspektin e kompetencave, edhe në aspektin e mbështetjes financiare, me mjete dhe me resurse njerëzore, dhe duhet të jetë një ndër ndërmarrjet e cila do të merr përgjegjësinë dhe do të kryejë punët në terren. Çfarë e shtyn Nazim Taipin të vijë 25 vite ka jetuar në Zvicër, me jetë komplet të konsoliduar të vijë të kandidoj për kryetar të komunës Tarës? Cili është motivi? Po, është e vërtet që kam jetuar një kohë të gjatë në Zvicër dhe motivi kryesor është që përvojën të cilën e kam arritur atje ta sjell edhe këtu. Cila është përvoja që doni të thoni se atje e keni dhe do ta sillni këtu? Po, të bëjmë krahasimin e organizimit të komunave atje dhe këtu ka një dallim shumë të madh dhe besoj që do të ishte pozitive po ta sjellja të përvojë këtu, duke u nisur nga mënyra e funksionimit. Për shembull, po të shohim komunat këtu janë të ngarkuara me staf, janë të vetë kryetari i komunës me shumë shofera, me shumë vetura. Unë atje nuk pa kryetar komunës që të ecin me vetura zyrtare, që të ecin me sigurime, me shofera. Dhe besoj që këtu duhet të ndryshohet që mendësi, duhet të ndryshohet të kryetari i komunës duhet të jetë më i thjeshtë, duhet të jetë më afër qytetarëve, duhet të jetë i përkushtuar më shumë në punë sesa në ekspozimin e tij. Pra ju premtoni që do të shkoni në komunë që pse zgjidheni kryetar komune i thjesht me veturën tuaj? Unë sigurisht që do të shkoj me veturën time private në komunë, për shkak se edhe banoj në Tarë, ka nevojë që të sillim gjithandej me vetura zyrtare, përveç se nëse ka ndonjë delegacion të posaçëm ose diçka tjetër, por ajo që është më e rëndësishme, kryetari i komunës duhet të jetë edhe në terren. Kryetari i komunës nuk duhet të jetë vetëm në zyrë, nuk duhet të jetë i mbyllur, duhet të jetë pranë qytetarëve, me qytetarët, gjithmonë të jetë në komunikim me qytetarët për të zgjedhur problemet të cilat i takojnë qytetarët. Tjetër pikë e rëndësishme e platformës tuaj është transparenca? Transparenca gjithsesi, për shkak se nëse nuk ka transparencë, komuna e Tarësës më kujtohet që më herët ka qenë shumë më keq, tash ka një avancim sa i përket transparencës. Shumë vite më parë komuna e Tarësës ka qenë parafundit në listën e transparencës. Jo, ju çfarë premtoni për këtë aspekt? Ka një ngritje sa i përket transparencës, është ngrit në shkallën e transparencës, por nuk është e mjaftueshme. Ajo të cilën dua të arrijë unë duhet të jetë komuna më transparente në Maqedoni. Si person Nazim Taipi, 3 vetit e tij kryesore, cilat janë? Po këtu do të përmendi njëra nga vetit është se jam shumë bashkëpunues. Unë nuk jam tip i cili gjithmonë thotë se do i bëj punën vet. Unë dua të jem i hapur, dua të jem në bashkëpunim me gjithë qytetarët, me të gjitha grupet, me fokus grupet dhe mendoj se këtu punën do të i bëjmë bashkë. Është njëra ndër ato veti që më veçon ndoshta nga të tjerat. Jam tip që bashkëpunoj me të gjithë, me stafin dhe me të gjithë qytetarët. Për kushtimin në punë, këto e kam dëshmuar edhe në biznesin privat. Punën e marr shumë seriozisht. Unë jam tip i cili them më pak fjalë, më shumë punë, nuk jam tip i fjalëve, jam më shumë tip që dua së pari të bëj punën dhe mandej të flasim për punën dhe jo vetëm premtime boshe. Po si pikë e tretë dhe për në fund, për të mbyllur këtë intervistë? Është çështja e transparencës dhe llogaridhënies me të cilën mund të karakterizohem. Jam tip i cili dua që të gjitha punët të jenë transparente, punët të cilat i bëjmë në kuadër të komunës janë punë të cilët bëhen për qytetarët dhe qytetarët duhet të jenë të informuar vazhdimisht dhe kështu mendoj që do të arrijmë që në kohë të mirëfillt dhe më shumë që të informojmë qytetarët për të gjitha punët të cilat i bëjmë brenda komunës. Kjo ishte intervista me kandidatin e AKI-s Nazim Taipi për komunën e Tarës. Ne ju urojmë suksese edhe në qoftë se populli ju jep verdiktin për të qenë kryetari i komunës së Tarësës, atëherë ne si pa cenzurë do të ndjekim të gjitha premtimet që i keni dhënë dhe të bëjmë një komparacion me kësaj videos dhe punët në terren. Urime!